Do të lidhemi direkt. Po, mirë mbrëma Shëndret dhe Sara, përshëndetje dhe për të gjithë shikuesit e Kanali 10. Atëherë jemi këtu në sheshin Skënderbeu në zemër të Prishtinës, ku tashmë ka filluar edhe koncerti madhështor Ramllaj dhe Friends, pra shokët e tij, një nga ngjarjet kulturore dhe artistike më të rëndësishme tash e za vite. Në fakt kemi pritur tash një orë në këtë pjesë për shkak se ka pasur pak vonesa në realizimin derisa ja ka nisë ky koncert. Megjithatë, këtë vit Ramllaj International Opera Festival ka zgjedhur të flasë për mesartet. Do të performojnë me artistë me ndikim ndërkombëtar, pasi që kanë zgjedhur moton Play Music Not a War. Ashtu ka filluar koncerti me disa pamje nga lufta e fundit në Kosovë, që artistët me ndikim ndërkombëtar që do të performojnë janë Vanessa Gjegodzea, soprano, Stepanka Puchalkova, mezzo soprano, Luca Pisaroni, bas bariton, Vlerta Rysoni, drejtoresh artistike Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar dhe Besim Vokpola, koordinator artistik. Po vret tashmë se karriket janë të mbushura me qytetarë të shumt, e madje ka edhe figura publike nga Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Kulturës, të cilat po marrin pjesë në këtë mbrëmje të veçantë muzikore. E përveç kësaj vlen të theksojmë se në një konferencë tenore Ramllaj ka theksuar se muzika operistike do të bashkojë njerëzit të krijuar nga ura mirëkuptimit dhe të sjellë shpresë përmes një përvoje të përbashkët artistike. Ndërkaq vlen të theksojmë se ky koncert është kthyer tashmë në një traditë që promovon artin, kulturën dhe talentin shqiptar në arenën ndërkombëtare, duke sjellë emra të njohur të skenës botërore në zemër të qytetit. Organizimi i mbrëmjes është zhvilluar në nivel të lartë, ndërsa ndriçimi, skena dhe zëri kanë krijuar dhe po krijojnë një spektakël relativisht të veçantë që po shijohet nga të gjitha moshat. Vlen të theksojmë se tashmë ky koncert ka filluar nga 4 korrigu në qytete të ndryshme të vendit, në Ferizaj, në Prizren e në qytete tjera, ku tashmë edhe gala mbrëmja po përfundon këtu në Prishtinë me 29 gusht. Edhe në minutat në vazhdim do të fillojnë edhe performancat nga Ramllaj me artistë të tjerë të cilët kanë ardhur edhe për herë të parë, si Vanessa dhe Stepanka, të cilat kanë thënë gjatë konferencës së dielshme që ndjen entuziaste që do të performojnë në një vend të tillë si Kosova. E në këtë koncert po shohim mosha të ndryshme të cilët janë pjesëmarrës, po ashtu ka edhe të huaj, ka edhe mërgjimtarë të cilët i janë bashkuar këtij koncerti. Do të vazhdojmë të pyesim disa nga qytetarët nëse dëshirojnë të flasin, edhe pse është pak problem mendoj, por gjithsesi do të provojnë nga këtu. Përshëndetje zonjë. Jemi direkt nga Kanali 10, dashur të më pyet, a është hera por që merrni pjesë këtu në festival? Pa komente, zyrtar. Atëherë ka pak po hezitojnë edhe qytetarët që të flasin në këtë festival, më shumë duan që ta dëgjojnë muzikën. Do ju lojmë pak edhe me pamje të koncertit, derisa nëse na flet dikush tjetër.